Parlamenti kroat me shumicë votash ka miratuar ndryshimet në ligje për mbrojtjen dhe shërbimin në forcat e armatosura, me çka mundsoi rivendosjen e shërbimit të detyrueshëm ushtarak nga fillimi i vitit të ardhshëm. 84 deputet votuan për ndryshimet ligjore, 30 abstenuan, ndërsa 11 ishin kundër. Nga partitë parlamentare, vetëm Partia e Jeshile u shpreh qartë kundër rikthimit të shërbimit të detyrueshëm ushtarak, shkruan INA. Shërbimi detyrueshëm ushtarak në Kroaci ishte hequr në vitin 2008 dhe që nga ajo kohë, shërbimi ushtarak kryhej vetëm në mënyrë vullnetare, por kishte interes të vogël, teksta sipas ndryshimeve ligjore, shërbimi detyrueshëm ushtarak do të zgjas 2 muaj. Ata që do të shërbejnë do të marrin nga shteti një pagë neto mujore prej 1.100 eurosh dhe kjo periudhë do të llogaritet si stazh pune. Stërvitja ushtarake do të jetë detyrueshme për meshkujt e rinj gjatë vitit kalendarik kur moshën 19 vjeç dhe trajnimi i tyre është planifikuar të zhvillohet në kazermat e Kninit, Fllunjit dhe Požegës. Personat mbi 19 vjeç deri në 30 vjeç mund të detyrohen gjithashtu në trajnim ushtarak, pasi shërbimi mund të shtyhet në rast studimesh ose për sportistët që marrin pjesë në kampionate botërore dhe europiane.